Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Brenda opinioniste në Big flet për herë të parë Sara Gjordeni. Sara Gjordeni ka qartësuar një herë mirë lajmet që po qarkullojnë në rrjet lidhur me përfshirjen e saj në rolin e prezantueses në Fan Club. Në një reagim të gjatë në rrjetet sociale, ish-banorja e Bigut tha se ndihet mirënjohëse për të gjitha për përmendjet që janë bërë dhe për mbështetjen që ende merr nga publiku, por theksoi se spekullimet për një garë mes emrave janë plotësisht të pavërteta. Sipas saj, fakti që njerëzit vazhdojnë ta shohin si një figurë me potencial mediatik edhe pas 2 vitesh nga pjesëmarrja në Big, është diçka që e emocionon, por kjo nuk e ndryshon realitetin. Ajo nuk ka qenë dhe nuk është kandidate për të moderuar Fan Clubin. Sara sqaroi se nuk e ka synuar asnjëherë këtë pozicion dhe as nuk e ka shprehur publikisht një dëshirë të tillë. Madje edhe kur është pyetur për mundësinë e karrieres së opinionistes, ajo ka thënë se do të ishte e nderuar, por nuk ka konkuruar kurrë për ta marrë. Gjordeni shtoi se nuk i duket e drejtë që portale të ndryshme shqiptare të përdorin emrin e saj për të krijuar idenë e një gare që sipas saj nuk ekziston fare. Në këtë fazë, Sara është e fokusuar në projekte të tjera personale, sidomos në zhvillimin e markës së saj Prime Skincare. Megjithatë, ajo u premtoi ndjekësve se nga janari do të rikthehet sërish në televizion me projekte të reja si një mënyrë për të shpërblyer mbështetjen e tyre në vazhdim.